Ky program mundësohet nga Infinity Office, Kiabi, Natural. Noa, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Si je ti? Shumë mirë. Mirë? Kush ka sjellë të tregon vërtetën? Babi. Qa tha? Po ja ka parë, domethënë ishte ai audicioni i filmit, Po. që u futa dhe pastaj mësohen këtu se pan që isha, nuk e di, pan ndoshta që kisha talent ose Edhe sollën. po. Për qa mendon ti se ke talent? Po unë nuk mendoj shumë që kam, po më ka thënë babi dhe mami që ke shumë talent kështu për aktrim. Okej, ndoshta ke? Ndoshta. Si është i të tregon pak? Po familjen e kam shumë të mirë. Nga sa antar përbëhet familja? Më fal. 4. Okej. Kush janë? Unë, mami, babi dhe motra. Pas Motra është më nëna, madhe, pastaj është që nëna, është gjyshi, adoleshentja? po. Okej. Nëna dhe gjyshi jeton me juve? Ja. Ja. Mami dhe babi qa punë bëjnë? Kanë agjensinë e vet turistike, kanë biznesin e vet. Kush e din sa vendet botës ke shkuar ti? Po, shumë. Tregon pak ku ke shkuar. Kam shkuar në Amerikë, para disa ditësh isha në Mëni, kam shkuar në Sri Lanka, mos gaboj, a thash mirë? Po, Sri Lanka, shumë mirë e the. Okej, në shumë vende, po kam qenë dhe ca që kam qenë shumë i vogël dhe si mbaj Si mend. mban mend. Po kam shumë. A janë të rëndësishme udhëtimet për njëri? Po mund t'jenë qofse ke shumë probleme të heqim pak stresin, po jo për mua. Se unë nuk mund të bëja dhe pa udhëtime, po pse jo? Kur i bëjmë, Bënë gjithë bashkë. Cili është vendi më i bukur për ty për fëmijë, që duhet shkoj çdo fëmijë patjetër? Disneyland. Nuk e di pse, po tani më erdhi në mendje. Unë s'kam shkuar për vete, të them drejtën, po e di si është, se kam pas edhe njerëz që më kanë thënë shumë, po edhe unë po kështu i kam pyetur edhe kanë prindrit edhe kanë thënë që edhe mund të shkojmë. Nëse ti do hapje një dyqan, një biznes tëndin, qa do shisje? Do përpiqesha ta bëja kështu, për shembull mund të kishte 3 kate, dhe të kishte kategori që njëri t'ishte me sporte, njëri me ushqime dhe që na nevojiten për shtëpinë e këtë, njëri me lodra, njëri me gjërat që nevojiten, po t'jetë me kategori dhe t'jetë këtë gjitha. Okej, do ta bëj si qendër tregtare. Po. Pra, okej, në rregull. Luan tablet? Qa loje? Në njërë Roblox, në njërë kështu lëra me futboll. Qa është kjo Roblox? E kam dëgjuar dhe nuk e kam shumë një iden. Është një lojë që tani njerëzit mund të shkojnë edhe të bëjnë lojra që të duan, mund të krijojnë vetë dhe është si tip i postojnë dhe mund t'i luajnë njerëzit. Okej. Edhe është bërë shumë kështu virale. Po pse është bërë kaq virale? Nuk e di se ndoshta se ka shumë lloje lojrash, nuk është një lojë e tëra. Okej. Mund të se ka me miliona njerëz që i luajnë dhe kur krijojnë lojra për lojra të ndryshme të gjithë. Edhe njerëzit hyjnë dhe gjejnë lojrat që janë më të përshtatshme për veten e vet. Po qa problemi ka nëse luan këtë lojë, se kam dëgjuar që ka probleme nëse luan këtë lojë, fëmijët do ta luajnë shumë apo jo? Mua ashtu po më përpiqet të më thonë mami, prindrit, po unë them që s'ka gjë, po këto thonë që kështu kur futë akauntet dhe gjëra të marrin informacione. Po unë kur kam provuar për veten time që luaj tani nuk kam pasur probleme. S'ke pas probleme me Robloxin, okej. Po mami se ka shumë me qef që ti të luash apo jo? Ja. Se ka, po. Si ja bëni? Ndoshta dhe do e heq nëse bëhet aq keq, po tani nuk e ka aq problem, vetëm kështu që dëgjon nëpër Instagram kështu në media dhe mendojnë që mund të jetë i dëmshëm. Po. Po qa duhet bëjnë prindrit që fëmijët mos duan të luajnë në Roblox? Ndoshta të kenë nuk e di që nuk e bëjnë dot, se s'kan mundësi, po kështu mos shkojnë aq shumë në punë, që të rrinë më shumë, bëjnë një lojë, në një
kështu të rrim pak më shumë me fëmijët. Sa ato edhe nëse se fshin fare, ose e heqin nuk do luajnë më aq shumë edhe nuk do jenë më aq të varur pas. Noa, ty çfarë është një gjë që të bën shumë të lumtur? Dhuratat. Të pëlqejnë? Po. I pranon gjitha dhuratat? Po. Cila është dhurata që ty të ka kënaqur më shumë? Kur fillova të luaja futboll, që i vogël më hypi shumë në qef, dhe kur mora topin e parë, se unë nuk prindrit akoma se dinin që do më bëj pasioni madh, edhe nuk është se më blen kështu gjëra, po pastaj u futa në kurs dhe më blen kështu një top, edhe e kam atëherë si kujtim, nuk e kam qarë ose e kam hedhur, dhe e mbaj, edhe pse është shfryrë, po e mbaj si kujtim. A duhet të jenë dhuratat e shtrenjta që të jenë të bukura? Jo. Jo? Jo. Pse? Po, nuk është gjithmonë, them që po të jenë më të shtrenjta mund të jenë vetëm nga cilësia, ose mund të jenë më shumë nga teknologjia që është rritur edhe kushtojnë më shumë, po mund të ketë për shembull lojra që luajmë ne, që mund të bësh më mirë të jesh i varur nga ato, se sa të jesh nga elektronikat dhe edhe ato dhe nuk janë shumë të kushtueshme dhe... Kush është një lojë për shembull që nuk është e kushtueshme? Po ja, që kam unë... Kështu, në varet qa tipi je, po mund një makinë, lodër, një top futbolli, se nuk është aq shumë. Nuk kushton. Jo. Po, mua, për shembull që jam vajzë, ç'a mendon ti Noa që do të më bënte të lumtur si dhuratë? Po, nuk po e marr se vajzë, mund të pëlqente ajo makina ose një gjë, po kështu po të jetë që po i ndajmë vajza çuna, ndoshta i kukull ose në një ashtu, ose make-up, ndoshta. Make-up e kanë qef gocat. Po. Ti ke shoqe apo shok më shumë? Kam shok. Po. Shok më shumë. Kam motrën, edhe kam shoqe. Mund të jetë motra shoqe? Po, edhe mund të jetë, domethënë, mund ta quash si shoqe, se që e ke motor nuk e ndron dot edhe ta bësh shoqe, po mund ta quash. Ti me motrën tënde ndani sekrete me njëri tjetrin? Po, ndonjëherë, varet. Qa është? Mund të kem sekrete që s'ja kam thënë asnjëriu, po kam thënë sekrete o prindërve, o mamit, babit, ose motrës. Shokëve pastaj kështu, nëse është ndonjë jo që do kështu. Cila është gjë që të pëlqen më shumë të hash? Pilaf. Edhe unë kam qenë pilaf. Kush e bën të mirë të shtëpia jote? Nëna. E bën të mirë, a? Me ç'a bën? Me kështu qa gjë tjetër, me fasule. Okej, me fasule. Me Ose pul? me pul. Edhe me pul deli mirë. A kemi qik pilaf në më? Na porosisni pak pilaf. Po hamri, të ma kujtoj tash Noa pilafin. E nëse do të ndryshoje diçka te familja jote, çfarë do doje të ndryshoje? Mënyrën se si ndonjëherë kur dalim kështu për drek, nuk jemi asnjëherë që t'jetë njëri pa telefon. Po edhe jemi kështu, po zakonisht është motra, se unë nuk kam telefon që ta mbaj në tavolinë, po kur e detyron mami që a heq me zor, e bëjmë, domethënë. Pa telefon. Po nëse kështu do doja ta ndryshoja që të Jeni të gjithë pa telefon. Se kur shqyqyr janë njërë prindrit ta shpenzojmë kohën, se Si ikën koha shpejt. sidomos fundjava, nuk e di pse, po kalon direkt, sikur. Për njerë. Noa, çfarë të mërzit ty në përgjithësi? Po kështu po më shan ose një gjë, po ndonjëherë kur më kështu nuk e di si ta them, ndoshta tall motra që nuk e di, e ka një si mënyrë, a e bën për loja kështu, unë nuk e kuptoj, po mërzitem edhe pse e di që nuk është e vërtet. Jep kështu gjëra, thot
më mirë s'po i them, se janë kështu. Nuk janë sharje, po kështu gjëra me adoptime. Dallitje, po unë e kuptoj që nuk janë të vërteta dhe e bën për shaka, po prap më mërzisin, nuk e di pse. Për të nga smuar. Edhe pse e kuptoj, po. Në shkollën tënde, a ka bullizëm? Jo, jo bullizëm kështu i madh. Mund t'jetë, me sa di nga klasat që kam aty afër, jo, nuk Qa është bullizmi? Si e shpjegon ti? Ma shpjego pak mua çfarë është bullizmi? Unë them që bullizmi është si, ndoshta fyerje, sharje, gjëja që të bën ndihesh keq. Që ja bën një personi tjetër? Ose një grup, një personi, ose një person, një grupi. Okej. E pse mendon që ja bëjnë këto? Për çfarë arsye? Po mund duan t'i vënë kështu të metat e veta duhet t'ja vinë në lojë, po ose pastaj duan që të duken kështu, tani në kohët e sotshme e bëjnë që duken edhe kështu, siç po e them kështu cool, para shokëve, shoqeve, dhe i duket që ajo është e bukur që ajo të bën kështu cool. Të bën cool. Ti je bully e cool. Po. Pra nëse ti e fyen dikë, e shan dikë. Ashtu mendojnë. Ashtu mendojnë. Po në fakt ti si mendon? Unë them që është gjë e keqe, edhe nuk të bën cool, se Ti ke parë ndonjëherë çuna ose goca që kanë bullizuar të tjerët? Shumë. Po jo bullizëm kështu të fort me fizik, ose kam parë me fjalë, kështu që të shahen shumë. Po edhe kështu me fizik kam dëgjuar, po s'kam parë vetë. E çka ke ndjerë kur ke parë, për shembull, çuna që shajnë dikë tjetër, ose goca që shajnë dikë tjetër? Jam ndjerë keq, po dhe e dyta kam provuar kështu që du mësoj nga ato, që edhe mos t'i bëj vetë, edhe të kujdesem nga tjerët, që ta di, do më thëmë si mund të ndodhin këto gjërat. E si duhen përballuar këto sipas teje? Për shembull, nëse ndodhin një djalë ose një vajzë tjetër, ç'a duhet bërë? Nëse është me fyerje, them duhet mos t'i dëgjosh fare, ose t'i injorosh. Kurse pastaj nëse është fizik, për fëmijët flasin me të rriturit, të gjejnë si një zgjidhje kështu që mos. A i tregojnë fëmijët prindërve gjithmonë për njerëzit që i ngacmojnë në shkollë apo jo? Duhet, po unë them që si thonë të gjithë, se kanë dhe frikën që o po bëj thash unë mami, do më tallim pse i thua mami, çuni mamit, e kështu tani i thonë, kanë filluar i bën dhe kështu, po duhet i thonë se s'është gjë e keqe. Pra, ndodh që i thonë, nëse ti i thua mamit, atëherë je çun mami. Të tallin kështu. Të tallin. Ose edhe ke frikë që ti thuash, se pastaj ai që të ka bullizuar mund të thotë shkove direkt i the mamit, edhe pastaj mund të filloj të bullizoj më keq. Si ta zgjidhim pastaj? Si mendon? Pastaj mbasi të kanë. Pse mendon se bullizojnë fëmijët sot? Unë them që ca kanë dhe problemet e veta dhe nuk din ku t'ja nxjerrin. Nervat që kanë nga problemet dhe mendoj se është mënyrë e mirë që t'ja nxjerrësh tjetrit, kur ai prap s'ka bërë gjë. Qa probleme shikon ti që kanë fëmijët ditë të sotme? Po problemet mëdhaja se jemi fëmijë dhe tani kanë filluar kështu që nuk është se ka probleme shumë të mëdhaja, po mund bullizohen dhe ato nga tjerë. Mund të ke një jetë vështirë. Cila është gjëja e preferuar që ti do të bësh gjithmonë, që nuk lodhesh asnjëherë për? Të këndoj, edhe pse nuk e kam qef, nuk e di, po e marrë kështu në pjesën që nëse këndoj, nuk e kam qef të këndoj, po kur këndoj, mund të këndoj gjithë ditën, gjithë natën. Vetëm po këndova një këngë
e përsëris për ditë, edhe nëse ndaloj, e përsëris. Më ngjelet mendje dhe them o bo, ç'a do bëj? Se edhe kur jam duke për shembull shkruajtur në shkollë, kujtohem o bo, ç'a po bëj? Ja ta kam që të ngulite ndonjëherë, të ngulite në tru dhe nuk i hiq dot nga mendja, nuk i hiq dot nga tru. Vazhdoj këndoj me vete. Edhe unë këndoj. Unë këndoj i bret, këndoj skandal, po mund të këndoj gjithë ditën pa pushim. Dhe unë. Çka këngë të pëlqen ty? Më pëlqejnë roku. Na erdhi pilafi. Rrofsh, faleminderit. Okej, pra. Fort. Është ti i forte? Po. Mos është i shishëm, është i mirë se unë e bëjt mirë pilafin. Pëlqen? Po. Është i ëmbël. Jo, mos është i ëmbël, pse si që ka i ëmbël? Nuk është i mirë? Fakt, është i ëmbël, po është i mirë. Përgjesa. Noa. Velja. Nëse ti do ishe kryetar bashkia i qytetit të Tiranës, i kryeqytetit pra, s'është e mirë? Është i ëmbël. Si e do? Me molla apo me boronic? Ja, kjo është imja. Okej. Mirë? Në mirë? Po. Okej. Nëse ti do ishe kryetar i bashkisë së Tiranës, Po. cilat do ishin 3 gjëra që do ndryshoje me njëherë në këtë qytet? 3 gjëra që do ndryshoja me njëherë. Do shtoja kosha, nuk do hiqja, po do shtoja kosha. Okej. Do bëja më shumë kështu vende për të luajtur parqe, ose parqe kemi, po kështu fusha, sportesh edhe... Okej. Edhe ndoshta do veja ca kështu një gjë që tani në kohët e fundit e kam parë shumë, që njerëzit pinë shumë. Edhe ndoshta do veja një kështu limit kur del. Që nuk mund të pish më shumë se kaq gota për shembull? Po. Nuk e dia është si rregull, po nuk do veja aq shumë. Se e di që është, po kur shoh njerëzit që janë aq kanë pirë aq shumë, nuk besoj që është rregull. Jo, nuk Do është. e veja më pak. Dhe e mirë për ta vënë si rregull këtë. Nëse do ishe kryetar bashkie i shtëpisë tënde, çfarë rregullash do vije të reja të shtëpia? Që telefonin nëse rrin 2 orë, duhet ta lesh 10 minuta, pastaj mund të fillosh prap. Okej. Vetëm se motra ime, tani unë e di që nuk është se do ndryshoj gjë, po e kapi telefonin, u bë 2 orë, foli ti, nuk është mbyllur fare. Do e marri prap edhe do filloj prap. Jo, edhe po i foli ti nuk të dëgjon, nuk të përgjigjet. Vetëm po i bërtiten vesh, do të dëgjoj, edhe prap nuk e heq telefonin, nuk është se e heq. Vetëm të dëgjon, përgjigjet edhe vazhdon. E kuptoj. Pa adoleshent ato ti. I kanë këta. E folëm në që fillim për adoleshentët. Si e kupton ti kur 2 njerëz e duan shumë njëri tjetrin? Po, kanë dashuri për njëri tjetrin, edhe përderisa i shkon puna mirë që nuk, për mamin dhe babin që nuk zihen, bërtasin, edhe nuk kanë probleme me njëri tjetrin, them që janë mirë. Si e kupton kur dikush e do dikë? Kur shprehin dashurinë të njëri tjetri për shumë mënyra, nuk e di. Për qafim, puthje, nuk e di. Kush përqafon më shumë në familjen tënde? Unë. Ti je ai që jep më shumë përqafime? Po, them se po. Okej. Brenda familjes. Okej, do të kërkoj tani të bësh një pikturë këtu, të pikturosh, ja ku i ke lapsat, ngjyrat, dhe tema e pikturës është Shqipëria. Si e shikon ti Shqipërinë? Në të ardhmen apo? Në të ardhmen.
Me thënë këto janë si tani që e rrethojnë Shqipërinë, janë gjithë gjërat që e rrethojnë edhe kam vënë vetëm teknologji, po kjo i përfaqëson të gjitha, telefonat, robotët, them në të ardhmen do ketë shumë, dhe pastaj Shqipëria do ngel një vend shumë i vogël këtu në mes të gjithave. E rrethuar nga teknologjia. Po, Dhe teknologjia do t'i bëj mirë apo keq Shqipërisë? keq. Them që në sa mënyra mirë, sa mënyra keq, them që këto robotët do bëhen problem, do ikin njerëzit, do bëhen robot. Po ndoshta edhe fusin robotët që të punojnë për ne. Dhe s'do kemi më nevojë të punojmë. Po, Pra ti po thua që ardhmja me robot ka të mirat dhe të këqijat e veta. Po them që më shumë ka të këqija. më shumë ka të këqija mendon, a? Edhe du të shtoj. Po. Nuk do bëj shumë, po do bëj pallate, se di që tani ka shumë pallate. Dhe do ketë akoma më shumë mendon? Shumë më shumë. Shumë, se kam rrethuar gjithë Shqipërinë. Dhe kjo do jetë keq? Po. Se do heqin gjërat parqe të gjelbrimin që ndërtojnë të gjitha. E si t'ja bëjmë atëherë që në të ardhmen kjo Shqipëria fëmijëve do jetë me pallate, me robota? Po për teknologjinë nuk kemi shumë ç'a bëjmë, se është gjithë Shqipëria, gjithë njerëzit që t'ja ndalosh gjithë teknologjinë, po për pallatet mund ndalojnë të bëjnë, sa i sa kanë tani, se turistët që vinë them që do largohen, se nuk janë gjithë emigrantë që do vinë do jetojnë këtu gjithë jetën, edhe do ngelin ca banesa kot pa njerëz. Ti ke menduar ndonjëherë të ikësh nga Shqipëria? Ja, Asnjëherë? deri tani jo. Jo. Po, nëse do ikje nga Shqipëria një ditë, çfarë do të shtynte të ikje nga Shqipëria? Po ja, nëse do ikja në këtë periudhë që do bëj kështu, ishte e sigurt që do ikja. Se unë këtu se di si mund të jetosh, nëse do ishte ashtu. Noa, kam një dhuratë për ty, me qenë se ty të pëlqejnë shumë dhuratat. Faleminderit. Edhe sot dua ta dish që më ke emocionuar, më ke frymëzuar dhe më ke bërë gjithashtu të ndjehem keq për fëmijët e mi, që ashtu se ti, ndonjëherë edhe unë nuk kam kohë dhe rri shumë në punë dhe ata arrin të luajnë me telefonin. Edhe na bën të mendojmë në prindërve që do duhet që të merren pak më shumë me fëmijët e të lënë pak pasdore punët. Ta hap apo ta mbaj? Si ke qefti? Po e hap në që jemi në... S'ka gjë. Më falë. S'ka problem. Se bukur. Pëlqen? Po, shumë. Për ty që ke qef sportet? Po pra, prandaj. E pa shumë fillim dhe më duk shumë e bukur. Faleminderit. Ta gëzosh, Noa. Faleminderit. Dhe faleminderit që erdhe. Faleminderit ju. E shpresoj të shihemi prapë në një Shqipëri pa shumë pallate. Okej. Hajde përqafoj. Faleminderit. Faleminderit. Ky program u mundësua nga Infinity Office. Kiabi, natural.